Tregu i pasurive të paluajtshme në Tiranë po hyn në një fazë gjithnjë më selektive gjatë vitit 2026. Edhe pse ndërtimet e reja vijojnë të shtohen dhe inventari total i apartamenteve për shitje nuk po bie në terma absolut, blerësit po hasin më shumë vështirësi për të gjetur prona me çmime të arsyeshme, dokumentacion të rregullt dhe në zonat më të preferuara të kryeqytetit. Në shumë lagje të kërkuara, apartamentet që konsiderohen mundësi të mira po shiten në një kohë relativisht të shkurtër, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e stokut të ri mbetet në treg për periudha më të gjata. Arsyeja kryesore lidhet me faktin se shumë prona të reja po dalin në shitje me çmime optimiste ose me paqartësi në dokumentacion, gjë që po i bën blerësit më të kujdesshëm. Sipas një studimi të publikuar nga Investropa, furnizimi funksional për prona cilësore të rishitura në zonat kryesore të Tiranës vlerësohet aktualisht rreth 2 deri në 4 muaj. Ky nivel konsiderohet nën pragun 5 deri në 6 muaj, që zakonisht shihet si treg i balancuar, çka tregon se kërkesa për prona të mira vazhdon të jetë më e lartë se oferta reale në segmentet premium. Ekspertët theksojnë se tregu po përjeton një ndarje të qartë mes apartamenteve që ofrojnë cilësi, vendodhje strategjike dhe siguri juridike, të cilat vazhdojnë të tërheqin interes të lartë dhe pronave me çmime të fryra që po qëndrojnë më gjatë pa u shitur. Një tjetër faktor që po ndikon në këtë dinamikë janë rregullat më të rrepta për kredit hipotekare. Bankat po tregojnë më të kujdesshme në financimin e blerjeve dhe kjo ka reduktuar grupin e blerësve. Përpasoj tregu është bërë më selektiv dhe diferenca mes pronave që lëvizin shpejt dhe atyre që mbeten për muaj të tërë në listime po zgjerohet gjithnjë më shumë. Të dhënat tregojnë se apartamentet me çmime konkurruese në zonat kryesore të Tiranës po shiten mesatarisht brenda 3 deri në 6 javësh, ritëm që konsiderohet relativisht i shpejt krahasuar me standardet rajonale. Nga ana tjetër, apartamentet jashtë segmentit premium, sidomos ato me çmime të larta ose me vendodhje më pak të favorshme, po kërkojnë më shumë kohë për të gjetur blerës. Pavarësisht sfidave, Tirana vazhdon të mbetet pika kryesore e investimit në pasuri të paluajtshme në vend. Rritja urbane, projektet e reja infrastrukturore dhe interesi vazhdueshëm për zonat qendrore po mbajnë fort kërkesën për apartamente, sidomos për ato që ofrojnë kombinimin e vendodhjes së mirë, standardit të ndërtimit dhe dokumentacionit të pastër.